Ju përshëndes të gjithë, jemi takuar si çdo ditë në Mane Report, unë jam Genta Dobra, në vëjim do t'jemi së bashku për të njohur me zhvillimet kryesore të ditës, fillimisht me ato përtej ekonomisë. Palestinezja 24 vjeçare e vrarë në Tiranë dhe autori i krimit ishin bab e bi. Grupi i hetimit ka marrë përgjigje përmes letër porosive të dërguara në vende të tjera, duke konfirmuar sa ajo është vrarë nga IATI. Motivet e krimit janë ende të paqarta, ndërsa dyshohet se nga Holanda 49 vjeçari është larguar në Liban, ku qëndron i fshehur. Kreu i SPAK Altin Dumani i kundër përgjigjet kryetares së kushtetueses, duke thënë se prokuroria e posaçme nuk ka në hetim apo përgjigje asnjë gjyqtar të gjykatës kushtetuese. Zaça ishte shprehur më herët se anëtarët e kësaj gjykate ishin nën përgjigje me dyshim se po ndikoheshin me presione për vendimin ndaj Pëllum Gjokës. Dumani megjithatë sqaron se SPAK ka kompetencën të ushtrojë ndjekje penale për sjelljet jashtëgjyqësore të gjyqtarëve të çdo niveli. Sali Berisha ka futur në koalicion të gjithë politikën e vjetër nga viti 1991 deri në sot, nga Ilir Meta në Burg, tek Greku Dule në sekond të fundit edhe Çamin Idrizi, nga Fatmir Mediu deri tek Arjan Starova. Një ylber ngjyrash politike ku përfshihet edhe grupi Portokalli Gjuzi, Papa Janisheri, vetmuar jashtë koalicionit ka mbetur Lulzim Basha. Koalicionin e Berishës, kryeministri Rama e quan një bashkim të figurave më të vjetra të politikës që kanë punuar gjithmonë në dëm të Shqipërisë. Rama thotë se zgjedhja për shqiptarët në 11 maj është e qartë për Shqipërinë para drejt Bashkimit Evropian ose për të kthyer në kënetën e vjetër. Donald Trump ndali ndihmën ushtarake për Ukrainën pas tensionit në takimin me Zelenskin të premten të mbajtur në Shtëpinë e Bardhë. Një zyrtar i administratës Trump tha se pezullimi i ndihmave do të vazhdojë derisa Kievi të japë sinjale se është i përkushtuar për arritjen e një marrëveshje për paqe. Në 3 vite që nga fillimi i agresionit rus, Kongresi Amerikan ka miratuar $175 miliardë ndihmë totale për Ukrainën. Konfirmohet gripi i shpendëve në fermën e Reas në Rashbull të Durrësit. Ministria e Bujqësisë njoftoi se ajo është vënë në karantinë pas ngordhjes së mirave pulave. Shpendët e ngordur dhe vezët janë asgjësuar. Ndërkohë, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë ka njoftuar edhe 68 subjekte të mbashtimit të shpendëve për të marrë masa për siguri. Ministria e Bujqësisë dhe strukturat në varësi të saj kanë bërë bllokimin e të gjithë sasisë së vezëve të ndodhura në fermë. Qytetarët duhet bëjnë kujdes dhe ta gatuajnë mirë mishin e pulës, por edhe vezët, pasi në këtë mënyrë nuk kanë rrezik që të kontaminohen nga gripi i shpendëve. Pas konfirmimit të rastit, Ministria e Bujqësisë ka thirrur takimin e Qendrës Kombëtare të Krizës dhe ka hyrë menjëherë në fuqi urdhri për marrjen e masave kufizuese për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjes së influencës aviare në shpend në mjediset e hapura dhe tregjet e kafshëve të gjalla. Subjekti Rea është vendosur në karantinë dhe po monitorohet zona përreth. Ndërkohë që Agjencia e Veterinarisë dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit kanë marrë masa që produktet nga subjekti Reas, ku është konstatuar gripi i shpendëve, të mos dalin në treg për konsumatorët. Po ashtu, Agjencia e Veterinarisë ka njoftuar 68 subjekte të tjera të mbashtimit të shpendëve në vend që të marrin masa për stabilimentet e tyre. Sëmundja virusale e influencës aviare mbetet shqetësuese dhe në një sër vendesh europiane, pasi kjo sëmundje ka shkaktuar dëme të mëdha në shpendët e oborreve, por edhe në ato të egra.
Nisur nga kjo, Ministria e Bujqësisë ka njoftuar ndalimin e importit të shpendëve të gjalla, zogjve apo shpendëve dekorativ, të vezëve, të mishit dhe nën produkteve të tjera me 9 shtete që rezultojnë të prekura, si me Çekin, Polonin, Belgjikën, Bullgarin, Gjermanin, Hungarin, Moldavin, Italin dhe Bosnjë-Hercegovinën. Të gjitha këto shtete janë të prekura nga influenca aviare me patogjen të lartë të shpendëve. Kanë hyrë në fuqi tarifat prej 25% të Trump ndaj Meksikës dhe Kanadas, ndërkohë Kina dhe Kanada e kanë njoftuar se brenda javës do të vendosin tarifa për një sër mallrash që importohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një kundërpërgjigje nga tarifat që Trump ka vendosur ndaj këtyre vendeve. Kina ka njoftuar se tarifat do të variojnë nga 10 në 15% për një grup të rëndësishëm mallrash, ndërsa Kanadaja ka njoftuar tarifa reciproke 25% ndaj Amerikës. Me njëherë pas hyrjes në fuqi të tarifave, Trump, Kanadaja dhe Kina janë kundërpërgjigjur Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke vendosur tarifa ndaj një grupi të konsiderueshëm mallrash që importohen nga ky vend, kryesisht ndaj produkteve bujqësore amerikane, duke përfshirë glurin, misrin, mishin e viçit dhe sojën. Kina ka njoftuar se do të vendosë tarifa të reja për një sër importesh bujqësore nga Shtetet e Bashkuara javën e ardhshme. Ministria e saj e Financave tha se tarifa shtesë prej 15% do të vendosen për pulën, glurin, misrin dhe pambukun, tarifa të tjera prej 10% për sojën, mishin e derrit, mishin e viçit, fruta perimet dhe produktet e qumshtit. Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka thënë se Ottawa do të përgjihet me tarifat menjëhershme prej 25% për importet amerikane me vlerë $30 miliard. Tarifat po prishin një marrëdhënie tregtare tepër të suksesshme, tha Trudeau, duke shtuar se ato do të shkelin marrëveshjet e tregtisë së lirë mes Shteteve të Bashkuara, Meksikës, Kanadas, marrëveshje kjo e nënshkruar nga Trump gjatë mandatit të tij të parë. Presidentja e Meksikës Claudia Sheinbaum pritet që të njoftojë masat e ndërmarra nga vendi i saj përgjatë ditës. Tarifat e Shteteve të Bashkuara prej 25% për mallrat nga Kanadaja dhe Meksika, dy partnerët më të mëdhenj tregtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe tarifat që shkojnë nga 10 deri në 20% kundër Kinës, ka nisur zbatimin e tyre këtë të martë të 4 marsit. Këto tarifat do të ndikojnë në mbi $918 miliard importe amerikane nga Kanadaja dhe Meksika, sipas raportit të publikuar nga The Guardian. Tarifat janë në thelb taksa për mallrat e huaja që paguhen nga importuesit. Analistët kanë paralajmëruar se tarifat e presidentit Trump mund të dëmtojnë tregtinë globale. Megjithatë, kreu i shtëpisë së bardhë ka këmbgulur se ato janë të nevojshme për të mbrojtur amerikanët dhe ekonominë amerikane. Për shkak të diçkaje të tillë, kritikët paralajmërojnë se tarifat e Trump përfundimisht do të çojnë në çmime më të larta për konsumatorët amerikanë. Ndërkohë zbatimi i tarifave, por dhe kundërpërgjigja e Kinës dhe Kanadas kanë bërë që tregjet globale të luhaten. Dollari është dobësuar ndjeshëm, po ashtu edhe monedha zyrtare e Kanadas edhe e Meksikës. Nga ana tjetër, tarifat kanë ndikuar edhe çmimet e naftës që janë tërhequr, teksa janë zhvlerësuar ndjeshëm edhe kriptomonedat kësaj të martë. Tregjet globale ranë ndjeshëm pas nisjes së zbatimit të tarifave të Trump për Meksikën dhe Kanadan, ndërsa investitorët po përgatiten për ndikimin e tyre së bashku me veprimet hakmarrëse të vendeve që janë tarifuar. Dollari amerikan ndërkohë u dobësua kundrejt monedhave të tjera kryesore për shkak të rënjes së jelldheve të obligacioneve të qeverisë amerikane. Tarifat kanë ndikuar drejt për drejt edhe dollarin kanadez dhe valutën meksikane peso. Kjo e fundit shënoi nivelin më të ulët që nga mesi i vitit 2022. Tarifat tregtare kanë impaktuar dhe çmimin e naftës pasi rritën humbjet në martën. Kontratat future të naftës Brent ranë me mbi 1.5% duke zbritur në $70.5 për fuqi. Luhatit e çmimit të naftës u mbështetën edhe nga lëvizjet e organizatës eksportuese të naftës OPEC, e cila do të vazhdojë me rritjen e planifikuar të prodhimit në prill. Ndërkohë çmimet e metaleve të çmuara thuajse mbeten të pandryshuara pavarësisht tarifave, mbështetur nga kërkesa e investitorëve për asete të sigurta. Masa tarifore ka ndikuar ndër të tjera edhe tregun e kriptomonedhave, pasi mori vrull pak ditë më parë nisur nga lajmi se Donald Trump do të përfshinte 5 monedha digjitale në rezervën strategjike përfshirë Bitcoin. Ky fundi të martën u tërhoq duke rënë pranë nivelit të $83.000, me një humbje gati 9% brenda 24 orëve. Bitcoin ka tërhequr pas edhe kriptovaluta të tjera. Lufta tregtare, sipas ekonomistëve, do të sjellë pasojë të drejta për konsumatorët, pasi do të përballen me çmime më të larta pikërisht për shkak të tarifave. Një rindezje e presioneve inflacioniste do të kthehej në një shqetësim të madh për bankat qendrore që prej më shumë se 2 vitesh kanë ndjekur një politikë të kujdesshme për të mbajtur inflacionin nën kontroll dhe mos penguar rritjen ekonomike.
Mirë, duket se lufta tregtare ka nisur tashmë zyrtarisht me tarifat nga Amerika për Meksikën dhe Kanadan, kundër përgjigje nga Kanadaja dhe Kina. Kanadaja tarifa reciproke 25% që shkojnë për Amerikën, ndërkohë Donald Trump ka kërcënuar dhe Bashkimin Evropian se do të vendos tarifa të larta, pasi ka një disbalancë tregtare midis Bashkimit Evropian edhe Europës, sa i takon edhe shkëmbimeve tregtare. Çfarë impakti do të ketë? Ekonomistët në gjithë botën thonë se shqetësimi më i madh do të jetë rindezja e presioneve inflacioniste, ato që në fakt bankat qendrore për 2 vite radhës janë përpjekur ta shuajnë dhe të amortizojnë efektet që erdhën nga rritja e çmimeve prej luftës Ukrainë-Rusin, cili do të jetë impakti. Sa gjasta kemi që të kemi sërish norma të larta të interesit pikërisht për të frenuar këto presione që mund vinë nga rritja e çmimeve prej tarifave. I diskutoj këtë çështje me zotin Adrian Civici, ekspert për ekonomi në kënaqësitë ju kem në Money Report, profesor. Përshëndetje, faleminderit. Duket se tashmë nuk ka asnjë lloj dyshimi, një luftë globale tregtare, tarifa nga të gjitha anët dhe kundërpërgjigje ndaj Amerikës. Sa shqetësuese është situata? Në fakt, vetë termi luftë tregtare, sepse në ekonomi, luftë ekonomike, luftë tregtare, luftë monedash, është një lloj lufte midis dy palëve, si thuash, këtë radhë në aspektin e gjithë mekanizmave dhe funksionimit të tregtisë ndërkombëtare. Ka qenë një veprim i paralajmëruar i presidentit Trump, i aplikuar edhe gjatë mandatit të parë të tij, po këtë radhë duket më integral dhe më tërësor në vendimarrjen e tij. Nuk bëhet fjalë vetëm për rritjen e tarifave për Meksikën dhe për Kanadan, po bëhet fjalë për Kinën, për vendet e Bashkimit Evropian dhe për një sër vendesh të tjera. Natyrisht, rritja e tarifave tregtare nuk është një fenomen i ri, është një fenomen i vjetër sa vetë tregtia botërore që kur ajo ka lindur, quhet përgjithsisht në atë skemën e politikave proteksioniste dhe vendoset nga qeveritë përkatëse për të gjithë mallrat apo shërbimet që importohen në vendin e tyre nga vende të treta. Më lejoni shpjegoj vetëm shkurt që arsyeja pse vendosen tarifa tregtare, përfshirë këtu edhe faktin e kësaj vendimarrje të presidentit Trump, janë tre element ose tre arsye fundamentale. Së pari për krijimin e reciprocitetit, sepse Shtetet e Bashkuara, po edhe vende tjera mund të konstatojnë që në raport me gjithë marrëveshjet e tregtisë lirë dhe funksionimit të Organizatës Botërore të Tregtisë në nivel botëror, në raport me disa produkte dhe disa vende tjera, tarifat e tyre janë më të ulta. Dhe në këtë arsye për të krijuar reciprocitet, edhe vendi përkatës, rasti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, rrisin tarifat e tyre për të krijuar reciprocitet. Elementi i dytë i rëndësishëm ka të bëjë përdorimin e tarifave dhe politikës tregtare si një mbështetës dhe stimul për ekonominë e brendshme. Pra, duke i bërë më të shtrenjta produktet që vijnë nga importet, krijohet mundësia dhe stimulohet zhvillimi i shumë sektorëve industrial, sektorëve të shërbimeve brenda vendit. Dhe në këtë rast që gjatë kohës fushatës elektorale, po edhe tani presidenti Trump e ka bërë disa herë të qartë që në objektivat e tij është mbështetja e disa sektorëve të rëndësishëm, sidomos sektori i prodhimit të automobilave, çeliku, disa produkte më speciale që lidhen me teknologjitë e reja inovative, me inteligjencën artificiale, në mënyrë që të rritet punësimi, të rrihen më shumë investime dhe të marrin një tjetër dinamik dhe një zhvillim brenda Shtetit Bashkuara. Dhe arsyeja e tretë, që edhe kjo është përmendur disa herë edhe nga presidenti Trump, ka të bëjë me ndëshkimin e vendeve të veçanta për arsye më specifike. Për shembull, në rastin e Meksikës dhe Kanadas, arsyeja kryesore gjithmonë është problemi i lirshmërisë kalimit të migracionit paligjshëm në Shtetet e Bashkuara, është kalimi i drogave të rrezikshme që janë të dëmshme dhe elemente të tjera të kësaj natyre. Dhe natyrisht presidenti Trump me dekretet e tij shfrytëzon një akt të miratuar, nëse s'gaboj 40 ose 50 vite më parë, i cili autorizon
presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës që në rast një emergjence dhe pasojave të rënda ekonomike dhe financiare për vendin të mund të marrë dhe vendimet natyrës ekonomike dhe tregtare, siç është rasti i tarifave. Profesor, për në fakt ju thoni edhe atë që argumenton edhe Trumpi, që kjo do të nxjisë prodhimin vendas, do të rrisë punësimin, po nga ana tjetër është një frikë e madhe që mund sjellë një rritje të çmimeve, do të jenë konsumatorët e këtyre vendeve ku vendosen tarifat që do të vuajnë edhe pasojat, cilat janë dy anët e medaljes, po themi. Natyrisht eksperienca e deri tanishme ka treguar që politikat proteksioniste përdoren si armë të luftës tregtare për ato tre arsyet që ne përmendëm, por në një periudhë më afatmesme dhe më afatgjatë nuk ka të fituar, si thuaç, nga kjo luftë tregtare, pasi të dy palët, sepse është normale, siç dhe po ndodh që sapo Shtetet Bashkuara njoftuan rritjen e këtyre tarifave, me të njëjtën monedhë ju përgjigj edhe Kanadaja, pritet përgjigjet dhe Meksika, e njëjta marrëdhënie me vendet e Bashkimit Evropian, me Kinën ose me vende të tjera. Pra, ajo që është e vërtetë dhe e sigurt që do ndodhi, është që çmimet do rriten në të dy vendet, edhe në vendet eksportuese, për arsye që mund të analizojmë tani, siç është dhe një frikë që ka dhe ekonomia kineze, por edhe sidomos në vendet importuese, ku natyrisht duke vendosur këto tarifa i bën ato mallra më të shtrenjta. Problemi është që në eksperiencën e drejtanishme, pothuajse në shumicën e rasteve, në shumicën dërmuese të rasteve, pagesat për tarifat e shtuara i paguajnë importuesit. Pra, i paguajnë një kompani amerikane që importon produkte nga Europa, nga Kanadaja, nga Meksika, nga Kina ose nga një vend tjetër. Ndërkohë që presidenti Trump nënvizon gjithmonë faktin që këtë pagesë duhet ta bëjë vendi eksportues dhe jo kompania importuese amerikane, pra duke ia ngarkuar atij, si thuaç, këtë rritje të çmimit të këtyre tarifave. Dhe nga ana tjetër edhe reagimet nuk është janë aq të lehta për të përballur dhe prandaj përdoret si armë tregtare, sepse shumë vende në detyrimin dhe në dëshirën që kanë për të vazhduar eksportet në Shtetet Bashkuara, do detyrohen që të prodhojnë me çmime më të ulta, të përdorin ndoshta edhe subvencione brenda vendeve të tyre, që të mos preket çmimi me cilin ata eksportojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke rënduar ekonomitë e tyre. Pra, situata është mjaft komplekse për të pritur efekte, si thosh, imediate të natyrës parë. Po një gjë është e sigurt që politika të tilla janë instrumenta force, janë instrumenta që kërkojnë të ristrukturojnë bilancin e import-eksporteve, të rikonfigurojnë tregtinë ndërkombëtare dhe natyrisht kjo gjë ka efekte pozitive natyrisht afatgjatë për mbështetjen e ekonomisë kombëtare, për mbështetjen e punësimit, për të rritjen e sa më shumë investimeve në Shtetet Bashkuara, por efekti që shqetëson sot edhe një pjesë të madhe të ekspertëve, qofshin edhe këta të amerikan, ka të bëjë me frikën e rritjes inflacionit. Dhe përpasoj, nëse do fillojnë të rriten çmimet dhe inflacioni, do vinë pastaj ato element që ju i përmendët, do detyrohen bankat qendrore që të ndryshojnë kanun e politikës monetare, të rrisin normën bazë të interesit, e cila shkon zinxhir pastaj me rritjen e përqindjeve të interesit për kredin, me një lloj zhvlerësimi të monedhave dhe me radhë në ato që quhet pastaj lufta monetare. Pra, të gjitha gjasat ekzistojnë, duke parë gjithë të frikë të madhe, sepse në këtë luftë tregtare tashmë kërcënimet vazhdojnë edhe për Bashkimin Evropian, i cili në fakt ka thënë që nëse Amerika vendos tarifa, do të përgjigjet po me të njëjtën monedhë, do vendosin në mënyrë reciproke. Pra, gjasat janë që bankat qendrore të bëjnë një pauzë të lehtësimit politikës monetare për të parë dhe efektet që do të kenë këto tarifa fillimisht? Po, natyrisht sepse bankat qendrore nuk i marrin vendimet për politikën monetare si thuar sot për nesër, po presin që të konfirmohet një tendencë inflacioniste, në mënyrë që pastaj të marrin vendimin për normat bazë të interesit. Kështu që për momentin edhe në Eurozone me një nivel inflacioni 2.1-2.2% është pak a shumë brenda objektivit të Bankës Qendrore Europiane,
E njëjta gjë dhe me Shtetet e Bashkuara, megjithëse Federale Rezerva funksionon pak më ndryshe nga Banka Qendrore Europiane për sa i përket objektivave të saj, se ka si objektiv përveç inflacionit edhe punësimin edhe rritjen ekonomike, por gjithsesi shqetësimet përtej faktit që do rriten çmimet dhe kjo mund sjellë edhe një lloj ngërçi në tregtinë botërore, shkojnë akoma edhe më larg me idenë që çfarë pritet të bëjnë bankat qendrore nëse inflacioni do provokohet nga këto masa tarifore reciproke, sepse të gjithë vendet e tjera do përgjigjen me të njëjtën monedë, për të marrë dhe ato vendimet e tyre pastaj për të rritjen e normës bazë të interesit në mënyrë që të kufizojnë rritjen e inflacionit ose ta mbajnë në kontroll atë. Dhe ne e dimë që përgjithsisht kur janë politika monetare që shkojnë në rritjen e normës bazë të interesit për të frenuar inflacionin, kanë dhe ato efektet zinxhir pastaj në interesat për kredit apo në shumë elemente të tjerë të kësaj natyre. Profesor, kam dhe një pyetje. Duket se Amerika, pra Donald Trump dhe Mbretëria e Bashkuar do janë drejt finalizimit të një marrëveshje për të shmangur Britaninë e Madhe nga tarifat. Pse Trump po e veçon Britaninë e Madhe? Lidhet kjo vetëm me bilancin e drejtë tregtar që është mes vendeve apo ka të tjerë faktorë? Mendoj që të dy janë faktorët, ka të bëjë dhe me bilancin, por ka të bëjë dhe me preferencat, sepse në fundit tarifat tregtare janë dhe preferenca. Ne e dim shpeshherë që shumë vende në marrëdhënie midis tyre t'japin statusin e kombit favorizuar në tregti, pra një vend për arsye edhe politike dhe gjeostrategjike përjashtohet nga tarifat për ta ndihmuar në maksimum fuqinë eksportuese të tij ose për ta lehtësuar nga këto tarifa. Por mendoj që në rastin e Britanisë është një zgjedhje më e veçantë, sepse historikisht Britania nuk ka qenë një aleate dhe bashkëpunëtore ngushtë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shumë dinamika ekonomike, financiare, monetare, pse jo edhe gjeopolitike, ndërkohë që Bashkimi Evropian i parë si një i tërë do vazhdojë që ti nënshtrohet këtyre tarifave. Problemi është që shumë nga drejtuesit e lartë shteteve apo dhe ekonomistët shtrojnë problemin nëse në këto situata a duhet që vendet e veçanta t'i drejtohen organizatës botërore tregtisë për ta zgjidhur këtë si një mosmarrëveshje, si një konflikt tregtar, jo thjesht si një konflikt ose si veprim politik, por ndërkohë përgjigjja është që me mënyrën si funksionon organizata botërore e tregtisë sot, zgjidhja e këtyre mosmarrëveshjeve mund kërkojë nga 6 muaj deri në 2 vjet, pra efekti që ato do japin dhe pritet të japin është shumë i shpejtë dhe shumë i gjerë se sa trajtimi në këtë formë. Kështu që vendet e kanë zgjedhur që të reagojnë secili, kot më kot. Dhe gjitha kjo duhet parë se sa kohë do vazhdoj, duhet parë nëse është thjesht dhe vetëm tregtare apo ka dhe qëllime të tjera në kuptimin për të detyruar këto vende që t'i përgjigjen disa kërkesave nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës në fushën e marrëdhënieve ekonomike, financiare apo tregtare, dhe nga ana tjetër edhe që këto vende të kenë kohë, si thua, të bëjnë një bilanc se sa ka qenë dëmi që ato psuan nga këto lloj tarifash në mënyrë që pastaj të reagojnë ashtu siç kërkon apo presin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këto lloj marrëdhëniesh. Sigurisht do të kemi mundësi që të ndjekim edhe në vijim. Zoti Civici, ju falenderoj shumë për gjithë analizën e detajuar dhe që ishit sot në Money Report. Faleminderit dhe juve, gjithmonë mirësi. Faleminderit. Ndërkohë kemi mbërritur në fund të Money Report edhe për sot. Të tjera zhvillime ndiqni në faqen tonë zyrtare bcnews.al, po ashtu mund të informoni në korale në valët e radios në frekuencën 105 FM. Ne bashkë ndajemi këtu, pas pak do të jeni me kolegen Jeta Kasem.